Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, vazhdojmë me ciklin e hutbeve në hijen e surës së Furqan, në ajetet e fundit, e posaçërisht në hijen e ajetit që thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama." Allahu Azza wa Jall po i përshkruan robrit e Allahut, robrit e mëshiruesit, se ata janë besnik, ata janë të sinqert, ata janë të drejt në fjalën e tyre, ata janë të drejt në dëshmin e tyre, ata janë të drejt në veprat e tyre, ata nuk janë tradhtar, ata nuk janë manipulant, ata nuk manipulojnë me fjalët e tyre, ata nuk manipulojnë me dëshmin e tyre, por janë besnik, janë të sinqert, janë të drejt, e sidomos kur kërkohet nga ta që ata të jenë dëshmitar dhe të dëshmojnë për një çështje nga çështjet e rëndësishme të shoqërisë në mesin e besimtarëve ku ai gjendet dhe jeton. Thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina la yashhaduna az-zur", i lavdëron këta me këtë tipar, me këtë cilësi, se ata nuk dëshmojnë rreshëm. Walladhina la yashhaduna az-zur. Az-zur, kanë thonë, është tradhtia, është falsifikimi, është manipulimi, është dallaveria e cila manipulon në fjalën tënde dhe manipulon para gjykatësit për dëshmon në anën e kundërt, të pafajshmin me dëshmin tënde e ban të fajshëm, apo ai i cili është i fajshëm e shfaqson me dëshmin tënde, bëhet shkak dëshmia e rreshme që ti mirët ndonjë personit jeta, bëhet shkak dëshmia që njeriu ti derdhet gjaku, bëhet shkak dëshmia që njeriu ti mirët pasuria, bëhet shkak dëshmia e rreshme që ti mirët dhe në përkëmbët nderi njëri tjetrit. Për ata tha Allahu Azza wa Jall: besimtarët e sinqert, besimtarët e mëshiruesit Allahut, robërt e sinqert, nuk janë ata që rrejnë me gjuhën e tyre, ata që falsifikojnë dhe mashtrojnë me fjalët e tyre, e as që dëshmojnë dhe manipulojnë rreshëm kur ata i thret Allahu të dëshmojnë, apo të dëshmojnë një besimtar musliman, apo dhe një çështje, ata janë të drejtë. Thot Allahu Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah." O ju që keni besuar, bëheni të drejtë me Allahun kur Allahu ju urdhëron juve që të dëshmojni drejt. Tha: "Walau ala anfusikum." Qoftë që ai dëshmimi ndoshta do të jetë kundra vetes tënde, edhe nëse është për interesin tënd personal, ti ke përgjegjësi, sepse një ditë do të japësh llogari në ditën e Kiametit. Nëse ti nuk dëshmon drejt në gjuhën tënde, atëherë do të llogaritesh në ditën e gjykimit, pse është përmendur dita e ahiretit, ditë e gjykimit, se do të gjykohen njerëzit jo një ditë, po 50.000 vjet. Për dëshmin e njerëzve që nuk e kanë mund të marrin hakun njerëzit në këtë dunjë, Allahu do t'i lën 50.000 vjet në vapën e diellit ata kriminalët, ata manipulanta, ata që dëshmojnë rreshëm dhe ja marrin hakun njëri tjetrit. E Allahu po thot: qoftë të dëshmoni edhe kundra vetit tuaj, walau ala walidain, qoftë edhe për prindit tuaj, wal aqrabin, qoftë edhe për të afërmit tuaj, wa in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Të dëshmoni qoftë për të pasurin dhe qoftë për të varfërin. Pse ka përmend këtu Allahu Azza wa Jall për të pasurin dhe për të varfërin? Shpesh herë bëhet padrejtësi në dëshmi ndaj personit i cili është i pasur, i bëhet padrejtësi atij i cili është i varfër. Nëse dy persona janë, njëri është shumë i pasur dhe ka fomë, shpesh herë paguhet me pare apo me famën të cilën e gëzon
ai është i fajshëm, bëhet i pafajshëm. E i varfëri ndoshta është i pafajshëm, bëhet i fajshëm me dëshmin e rreshme, me fjalët e manipuluara, shkaku i interesit personal. Në këtë rast hin shumë njerëzit, mirë po në kategorinë e parë hin gjykatësat, të cilët shpesh herë gjykojnë dhe dëshmojnë në anën negative, shkaku se personi në fjalë është i pasur, është i ngritur, është njeri me post dhe njeri me personalitet të lartë, gjykohet dhe dëshmohet për atë që është i pafajshëm, kurse ai i ka durët e tij të përgjakosura, jo vetëm se duar, po deri në byrila e deri në supën deri lart. Mirë po, çka bëhet? Dëshmia e rreshme për të arritur diçka e cila do t'i bën dëm së pari herë personit vet. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju vini dhe gjykoheni te unë, la'alla ba'dukum alhanu bi ba'd. Ndoshta njëri për juve dive është marator dhe din se si të argumentohet. Mirë po, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë gjykoj atë çka e shoh. E ai që manipulon dhe fol fjalë të rrenës apo dëshmon me rrenë, atëherë unë do t'i gjykoj atij, mirë po atë që do ta merr një gacë nga gacat e zjarmit të xhehenemit dhe si të don, ne ta merr ose nëse don ne ta lën. Mirë po, ditën e gjykimit, Allahu azza wa jall thot, yawma hum barizun, në ditën e kiametit, atë ditë do të dalin të gjithë krijesat para Allahut, do të jenë në sipërfaqe të shfaqur, yawma hum barizun, la yakhfa ala Allahi minhum shay, nuk i fshehet Allahut asnjë tradhti, asnjë mashtrim, asnjë dëshmi e rreshëm, dhe do t'ju thot Allahu azza wa jall, limanil mulkul yawm. E kujt është sot mbretëria? Edhe mbretërit, edhe gjykatësat, edhe ata me post, edhe ata që kanë pas fuqi, janë të poshtruar, të nënçmuar, kokën ulur, dhe askush nuk ka mundësi dhe nuk ka prioritet që të flest, që të flas. Çka thot? Limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahar, thot Allahu azza wa jall, e Allahut është krenarit, mbretit suprem, mbreti i cili është mbreti i mbretërve, ai i cili ka nënçmuar ata të cilët kanë qenë pa të drejtë, të cilët kanë bërë kryelartësi dhe kanë dëshmuar rreshëm. Në këtë rastin dhe advokatat që të cilët marrin pare duke ditë se prona është e tjetrit, apo duke ditë se haki është i tjetrit, mirë po është klienti vetë dhe me mish e me shpirt e mbron në këtë aspektet, duke ditë se është zullumqar, duke ditë se është kriminal, duke ditë se është gjakpirës, do të jetë llogari një ditë para Allahut azza wa jall, 50,000 sene, 50,000 vjet, llogaria do të zgjat, shkaku i krimeve dhe i padrejtësive që bëhen këtë dunjë, e shumë shpesh herë i drejti del i shtremt. Shpesh herë i drejti i sinqerti nuk mund ta merr hakun e tij, mirë po e përgëzoj, bën durim dhe sabër, se do të shumë fishohet në ditën e kiametit, dhe se Allahu azza wa jall është i drejtë dhe nuk liron asnjë zullumqar pa ju marr ajo të cilën ta kanë bërë padrejtësinë dhe pa t'u dhënë haki i tij në ditën e kiametit. Walau ala anfusikum, qoftë edhe për vetin tuaj. Tha Allahu azza wa jall, qoftë edhe për prindrit tuaj që i don ti dhe i respekton, duhesh me qenë i drejtë, po qoftë edhe për familjar tuaj që i ki të afërm, edhe qoftë është i pasur, qoftë është i varfër, mos i bën padrejtësi, se tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, popujt që kanë qenë para jush janë shkatëruar kur ata kanë dëshmuar rreshëm, kur e kanë pa një vepër penale tek i pasuri që duhet të ekzekutohet apo duhet të dënohet, e kanë liruar se ka qenë i pasër, e kur e kanë takuar apo kur ka bërë një vepër penale apo dë një gabim dë një nga të varfërit, ato e kanë ekzekutu shkaku se ka qenë i varfër, e atë të pasurin e kanë liruar. Për atë,
me treguar Allahu Azza wa Jall se atë është e rrezikshme dëshmia e rreshëm derisa e ka përmendur paralel me idhujtarin. Wajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur, tha Allahu Azza wa Jall, largohuni ndytësirës të idhujve, pra adhurimi i idhujve, dhe pastaj tha wajtanibu qawl az-zur, dhe largohuni nga fjala e keqe, nga fjala shpifse, nga rrena të cilët i manipulojnë dhe tradhtojnë njerëzit për t'i arrit gjërat materiale apo për të qenë në favorin e vetë së tyre. Për atë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i ulur me disa nga sahabët, të cilët e rrethonin pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ju dretu dhe ju tha 3 herë: "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." A doni që t'ju tregoj se cilët janë mëkatet më të mëdha? E përmendi 3 herë: "Hal unabbiukum", a t'ju tregoj min akbaril kabair? Than: "Bela ja Rasulallah." Gjithsesi, o i dërguar i Allahut, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Al-ishraku billah", tha ti përshkrua një rival Allahut, në adhurimin e Allahut, të kërkoni diçka tjetër përpos Allahut, apo të adhuroni, apo t'ja kushtoni një pjesë apo një segment të vogël ndukuj tjetër përpos Allahut në adhurim, në ibadet, është krimi më i madh edhe mëkati më i madh, el-ishraku billah. Tha pastaj el-uququl walidain, pastaj tha arroganca ndaj prindërve, mos përfillja dhe arroganca ndaj prindërve. Pastaj tha ishte i mbështetur për muri pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thumma jeles, pastaj u ulu drejtu ka sahabët dhe u drejtu me një ton pak më të lartë dhe tha: "Ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur." Atë shumë e përsëriti pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha: "Fjala e rreshme dhe dëshmia e rreshme, fjala e rreshme dhe dëshmia e rreshme." Atë shumë e përmendi pejgamberi alayhi salatu wasalam pas shirkut dhe pas arrogancës ndaj prindërve. Kulna lejtehu seket, nga në udhim pejgamberi alayhi salatu wasalam tham, sikur t'ishte qetësu i dërguari i Allahut, u shqetësu me këtë kur e përmendi, me tregu se atë është e rrezikshme që njerëzit që dëshmojnë rreshëm bëjnë një krim shumë të madh, i mirat haki i njeriut, në përkëmbet nderi njeriut, derdhët gjaki i njeriut, ekzekutohet njeriu. E sot shohim mesin ton që i kemi punë si askushi, shkaku se dëshmojnë për një person se është i vishëm për një post, në vërtet realitet ai nuk është për atë post. Njofsia, rishfeti hin në këtë dëshmi se dëshmon me rishfetin dhe dëshmon se ki është i vishëm, realitet nuk është i vishëm. Dëshmojmë se është mjek i mirë, ai bën operacione dhe i merr njerëzit në çap. Dëshmojmë për një profesor që është i mirë, ai është analfabet, ai mas pari vetin e vet se ka të edukum dhe të arsimu, e ku do të arsimon ti fëmijën tënd. E kështu me radhë, deri në postet e larta të shtetit, që për fat të keq shpeshherë udhëheqmi nga njerëzit ignorant, nga njerëzit psihopata, nga njerëzit të smur, të lloj të ndryshëm, dhe ne përsëri do thot votën e japmi dhe dëshmojmë për personin se personi në fjalë është njeri i mençur dhe është udhëheqës dhe do të na udhëheq ashtu siç duhet. Kështu ndikon dhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam atë shumë e përmendi, tha: "Ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur", tha fjala e keqe edhe dëshmia e keqe, dëshmia e rreshme që njeriu e çon deri në humner. Edhe në fund, një hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam që na bën që të kemi kujdes, sepse besimtari i sinqert, robi drejt, nëse e thot të vërtetën dhe nëse dëshmon drejt, do të jetë tek Allahu Azza wa Jall i privilegjuar, do të regjistrohet në regjistrin e Allahut besnik dhe do ta bën veten e tij, do t'ja hap rrugën dhe do t'i lehtësohet për në hyrje në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Inna sidqa yahdi ila al-birr", besnikshmëria e çon njeriu deri në bamirësi. "Wa inna al-birra yahdi ila al-janna", dhe bamirësia e dërgon njeriu deri në xhenet. "Wa inna al-kadhiba la yahdi ila al-fujur", rena e dërgon njeriu deri në çthurje, në të keqe.
Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dhe e keqja, çthurja e dërgon njeriu deri në zjarr të xhenemit. Wala yazalu abd, ose wala yazalu rajul yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhab. Nuk ndalet njeriu duke rënë derisa regjistrohet në regjistrin e Allahut gënjeshtar. E pastaj thot wala yazalu rajul yasdiq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, dhe vazhdon besimtari të jetë i drejtë derisa regjistrohet tek Allahu azza wa jall i drejtë. Do të thonë me këtë ti e pastron veten tënde, arin knatësinë e Allahut, e arin epitetin e besnikshmërisë dhe arritën xhenetin e Allahut dhe knatësinë e Allahut që e ka përgatit për besimtarët. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na bën të drejtë, na bën të denjtë, na bën besimtar të mirë, ta bën besimtar të devotshëm, ta bën të sinqert të drejtë në fjalët tona, në dëshmitë tona, në punët tona, në veprat tona, që Allahu azza wa jall të jetë i kënaqur dhe kjo shoqëri të jetë e shëndosh, kjo shoqëri të jetë e mirë, kjo shoqëri të jetë e drejtë, që Allahu azza wa jall ta lëshon mëshirën, ta lëshon bereqetin, ta lëshon rahmetin mbi ne.